Situata e krijuar tek ish parku i autobusëve në Spital të Durrësit, ku kamionët depozitojnë mbetjet urbane, ka ngritur në protestë banorët e zonës. Në mes të lagjes, një hapësirë përdoret për grumbullimin e veturinave përpara se sa të transportohen në landfillin e Sharrës, por për banorët që jetojnë aty, kjo situatë po kthehet në shqetësim serioz. Era e rëndë e mbetjeve depërton deri në banesa, ndërsa ankesat e përsëritura pranë bashkisë sipas tyre nuk kanë gjetur zgjidhje. Sipas qytetarëve që banojnë aty pranë, vend grumbullimi që u krijua si zgjidhje e përkohshme jon të funksionojë prej vitesh, ndërsa vendi i posaçëm tranziti premtuar nga bashkia nuk është ndërtuar ende. Banorët bllokuan për rreth një orë lëvizjen e kamionëve duke kërkuar ndërhyrjen e institucioneve për zhvendosjen e vend grumbullimit dhe një zgjidhje të përhershme të problemit. Atëre, ne jemi mbledhur këtu sot, siç e shikoni edhe vetë. Këtu janë mbi 300 familje, nuk kemi kaq persona sa janë këtu. Ju kërkoj vetëm të jepni një, të shikoni sa pallate janë, 1, 2, 3, 4, janë 5 pallate, mos flasim për shtëpitë private që janë. Nuk kemi këtu për arsye politike, nuk kemi me Partinë Demokratike këtu. Ne këtu kërkojmë, jemi gjithë, mos them që mund të jetë 100% socialist. Nuk kemi këtë problem. Ne kemi një problem shumë të madh që këtu jetojnë prindrit tanë, fëmijët tanë të vegjël, e ku ta di unë. Ka mbi 3 vjet që nuk hapen balkonet dhe dritaret. 2 vjet që kam marrë jetoj këtu dhe sinqerisht është bëhet mëshme të dalësh në mëngjes, erë plera, të vish në darkë në shtëpi vetëm erë plera. Pa është çmenduri, nuk e di, nuk e kuptoj. Jam mes të Durrësit apo në mes të plera, nuk e arrit ta kuptoj dot. Përgjigje, nuk kanë marrë asnjë lloj mase. Kjo është janë bodhë ndërtimet e reja këtu pallatet, asnjë lloj gjëje. Do të thotë që do plena vinë dhe ikin. Do s'ikin kur. Ka 6 vjet që vjen plera. Janë plera. Plera. Ditore. Jo, sot bashkia e ditore. Hajde fol. Kështu që do vinë plera dhe rrin këtu. Ne porisin fëmijët tanë. Këtë shtëpi e kena blerë me tjerës, s'na ka fal kush. Kështu që bashkia të marrë masat të largohet sa më parë lera nga këtu. Pallate kam çuar me qira 4 yje, të gjithë komente që më lënë, të gjitha mesazhet që më lënë, është era e keqe. Janë shumë të kënaqur me njerëzit në ambientin, por janë shumë të pak kënaqur nga era e keqe që vjen.